Rreth 200 hektar tokë bujqësore në Okshatin të Bulqizës kanë mbetur djerë për shkak të mospasjes së një rruge të përshtatshme për të kaluar mjetet agregate për lërimin e tokës. Të vendosura pranë bregut të Drinit të Zi, këto toka janë tepër pjellore, thon banorët, ndërsa uji për vaditje është i bollshëm. Banorët pohojnë se për këtë problematikë kanë vënë në dieni instancat përkatëse të pushtetit vendor, por prej vitesh nuk është marrë asnjë mas prej tyre. Problemi jonë është që rrugë nuk ka. Rruga kryesore është në gjurë, këtu të mos problem, s'ka ka del, mungesa rrugës. Jo tokë pjellore, mbi 200 hektar, uj ka bëll, por një rrugë ngelim. Rrugën e kemi kërkuar disa herë, do ta bëjmë së, do ta bëjmë nesër, pra ne kërkojmë që na ndihmoj shteti. E kemi kërkuar disa herë, nuk na bëjnë as rrugë as gjë. Hikin e kanë lënë tokën, ko fushata thonë po, si të marrën votat, hikin, skemos, nuk bëjnë as gjë. Banorët kërkojnë që shteti të ndërhyjë për ndërtimin e rrugës për t'i dhënë jetë sektorit të bujqësisë, njëkohësisht edhe ekonomive familjare të tyre.